Përgjatë këtij viti, Muzeu Kadare në qytetin e Gjirokastrës është vizituar nga rreth 10.000 turistë, ndërsa mirëpret vizitor edhe në stinën e dimrit. Pjesa më e madhe e turistëve preferojnë ta vizitojnë përgjatë fundjavave duke shprehur interes për krijimtarinë dhe aktivitetin letrar të Ismail Kadares. Ky vit ka qenë një vit i suksesshëm për Muzeun Kadare për sa i takon vizitueshmërisë, ku kemi pas një rritje diku te 30% nëse e krahasojmë me një vit më parë. Interesi i vizitorëve ka qenë mjaft i madh për shtëpinë ku u lind gjeniu i letrave shqipe. Diku te 10.000 vizitorë kanë qenë këtë vit, ku vitin e kaluar kanë qenë diku te 8.000 dhe kjo reflekton edhe rritjen gjatë vitit që po mbyllet. Ne jemi të hapur nga gjatë gjithë vitit ku presim dhe dorëshkrime të shkrimtarit dhe çdo objekt qoftë nga familja apo diçka që lidhet me Ismail Kadaren. Turistët kërkojnë të njihen me elementet e jetës së Kadares që kanë ndikuar dhe prezantohen në veprat letrare të gjeniut të letërsisë shqipe. Vizitorët sigurisht janë interesuar ku u lind shkrimtari, ku kaloi fëmijërinë e tij dhe duan të prekin nga afër, sidomos ato objekte që ai ka përmendur në romanin Kronik në Gur, që është romani ku përshkruhet aq bukur shtëpia ku u lind shkrimtari, por dhe qyteti i Gjirokastrës. Ismail Kadare u nda nga jeta fillim korrikun e vitit 2024 në moshën 88 vjeçare, duke lënë pas një krijimtari mjaft të pasur letrare.